që ta marton atë. Dhe e martoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zejnebin, të cilën e kishte edhe vajzë të halles. Zejdi biri Muhammedit, është adoptu i Muhammedit, është bo si ku kon djali ti. I njerëzve të parë që ka pranu islamin është Zejdi. Kak se e ka pranu islamin për të parëve Zejdi është martu me Zejneb bint Gjahsh, e cila ka qenë të grave autoritative në Mekë. Edhe kështu që të e ka vendos një ditë Zejdi, ka thonë Alloj, së ri në një qa me ty për shtunë 700 vjetë. Se i ka lakmua Muhamedi gruas ti. Në atë moment kër e ka qu Zejneb bint Gjahsh, Allahu Azza wa Jall për i kalzon pejgamberit a.s. për 7 polqive. Zejdi e kalshu Zejneben si ti plotëson idetin, i cili është 4 muaj dhe 10 ditë, gruaja e lëshuar. Jo, Kurani thot 3 muaj, jo 4 muaj dhe 10 ditë. A di ma mirë shtë Allahu ti? Ti o Muhammed, a.s. Ja ka njës pejgamberi a.s. e mu mërzit, kanë me full halku, kanë me thonë që ka marrë grunë e djalit vetë, se deri në atë kohë, Zejdi është llogarit si më konë djalit ti. Se ka ba kush deri atër këta. Edhe qysh të të në me martu Zejneben. Një mujtit që ta jetë e kam shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një mujtit ka guzu kërkujna mi ka guzu. Vajtë e halles. Kjo është ajeti në Ahzab numër 37. Atër të dashët e mi, Allah Azza wa Jall e ka kritikuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot, aq ka qenë besnik për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aq ka qenë moral shumë. Aq ka qenë i dignitet shumë. Aq ka qenë i mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si kur e kishë mshirë, të shka për Kur'anit kishë me mshirë. A jetë në 37, i cili e ka urdhnu Allahu me martu grunë Zejdit, mas e ka shkururzu Zejdit. Lazën i thëtë Allahu, apo frigu është të për fjalëve të njerëzve? Apo frigu është të për fjalëve të njerëzve, e nuk për frigu është Allahut. Ti e ki obligim me martu këtë grupë. Ma dhe Zejnebem pastaj ka thonë, kur ka nejtë me shoqet veta, thëtë mu Allahum ka martu për 7 polqive. Për 7 polqive më ka martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thëtë, pejgamberit ti du të me martu grunë Zejdit. Po Allah Azza wa Jall e obligaj dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e morë vendimin për të martu gruan e cila është shkururzu prej Zejdit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori Zejdin sikur djalë të tij. Dhe njerët në Mekke e thirnin Zejdi biri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pas një kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i a propozoi Zejdit vajzën e hallës ti Zejnebit. Pra Zejnebi ka qenë vajza e hallës pejgamberit sallallahu